Territori shqiptar për datën 3 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me kthjellime dhe intervale të gjata me diell, ndërsa në disa zona jugore dhe lindore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Edhe gjatë pasdites moti do të mbetet i qëndrueshëm dhe i kthjellët. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:29 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:47 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 10 deri në 19 gradë Celsius, Kukës 6 deri në 14 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri në 13 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 20 gradë Celsius, Durrës 11 deri në 21 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 20 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 19 gradë Celsius, Berat 9 deri në 19 gradë Celsius, Korç 3 deri në 10 gradë Celsius, Vlorë 12 deri në 20 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri në 17 gradë Celsius, Sarandë 10 deri në 20 gradë Celsius,